Edhe pse kanë kaluar vetëm pak orë nga hapja e televotimit, kurioziteti se kush do të largohet mes Gertës, Aldos dhe Jozit në këtë pikë të lojës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet dhe nga rezultatet paraprake, kemi një përqindje të barabartë mes Aldos dhe Jozit. 50% kanë votuar Aldon për të larguar dhe po 50% të tjerë kanë votuar Jozin, ndërsa për Gertën ka 0% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, por pavarësisht të rezultateve, ai që do të largohet është Aldo, pasi për produksionin nuk ka më se çfarë t'i jap brenda shtëpisë. Kjo u duk qartë edhe në prajmin e së martës, nga mënyra se si u fol nga opinionistët për të. Ndërsa Jozi ka ende një histori dashurie brenda shtëpisë dhe së fundmi ka krijuar dinamika. Kujtojmë se këta banor shkuan në televotim nga nominimet e hapura që u përdorën për herë të parë në këtë edicion, përveç Gertës e cila është në nominim të përhershëm. Po ju, kush mendoni se do të largohet?